ardhur të gjithë. Sot jemi në takimin tonë përmbyllës, por dhe një takim me përgjegjësi të madhe, përgjegjësi për të ardhmen e fëmijëve tanë. Periudha parazgjedhore është një periudhë reflektimi, periudhë bilanci, për çfarë kemi kaluar dhe si e duam ne të ardhmen e qytetit tonë. Demokracia funksionon me votë, si vetëmi mekanizëm për të sjellë ndryshimin. Veproni me qartësi politike, veproni me bindjen që do të bëni zgjedhjen e duhur. Votoni një djalë të ri, të shkolluar, ambicioz, e mbi gjitha me ëndra, se rinia ka ëndra, prandaj votoni Albert Melyshin. Çdo gabim i sotëm do të peshoj rënd nesër, por unë jam e bindur që me datën 14 do të bëjmë zgjedhjen e duhur duke votuar njeriun e duhur, duke votuar Albert Melyshin. Pa e zgjatur, ftoj kryetarin e Partisë Demokratike, Dega Mirdit, zotin Aleksandr Picaku në fjalën e tij. Mirë se erdhët e mirë se jeni në familjet tuaja. Të nderuar demokrat, të nderuar qytetar, e nderuar kryetar e grupit Qarkut Lesh, zonja Josefina Topalli. Të nderuar aleat të Partisë Demokratike, mirë se erdhët. Jemi mbledhur sot për t'ju falenderuar për mbështetjen, ngrohtësinë dhe mikpritjen që na dha gjatë gjithë kësaj periudhe. Mbështetja juaj është garanci e fitores, garanci dhe mbështetje e fortë për zotin Albert Melyshi. Është emocion dhe përgjegjësi të flasish para jush. Është përgjegjësi se detyra nesme e kryebashkiakut zotit Albert Melyshi do jetë për ju dhe me ju. Të nderuar demokrat, të nderuar qytetar, ne jemi para një regjimi dhe jo një shteti. Ky regjim ka për qëllim boshatisjen e Shqipërisë nga shqiptarët, rritje të varfërisë dhe rritjes së pasigurisë qytetare. Ky regjim ka për qëllim përdhosjen e gjithçkaje, përdhosjen e vlerave intelektuale, përdhosjen e vlerave njerëzore e hyjnore. Deri aty arrin sa dhe në vlerën e votës e shndrojnë para. Të nderuar mirëditor, ne jetojmë në një regjim ku flitet për drejtësi, ku drejtësia është kthy në mashk të krimit, ku flitet për arsim dhe auditoret janë bosh, pasi rinia jone pa shpresë po emigron në vendet të ndryshme të botës, ku shëndetësia është kthy në mangth për njerëzit, jo për shërbim për ta, ku korrupsioni ka pshjell çdo qelizë të kësaj regjimi. Të nderuar mirëditor, të gjithë së bashku deri me datën 14 maj, të themi stop me votën tonë, se Mirdita është e jona, se Mirdita do mbetet e jona
dhe e tillë është gjithmonë. Se fitore Albert Melushit është fitore për gjithë ne, për çdo familje mirditore, për çdo tri, për çdo tre. Ti bashkohemi të gjithë kryebashkiaku të darshëm Zotit Albert Melushi. Të nderuar mirëditor, mos u bjeni pre e presioneve, kërcënimeve institucionale. Ministria e Drejtësisë ka ngretë selin mirdit. Por ju si kombe, si popull, nuk do të bjeni pre e këtyre presioneve. Sepse mirdita në historinë e saj ka qenë vlerë historike, vlerë kulturore, dhe si e tillë, mirditën nuk do ta blejnë dot, mirditën nuk e shesin dot. Vota Albert Melushit është vot fitorie, vot principi, vot rilindje. Të nderuar vëllezër e motra, nga sot e deri me 14 maj, jemi të bashkuar për një qëllim. Qëllimi është fitoria Albert Melushit. Besimin Zot, si dhe në vlerat e çdo mirditori, ta kthejmë 14 majnë në fitoren e mirditorëve, në fitoren e shqiptarëve. Let jetë Albert Melushi, violina parë shqiptare e fitores. Zoti ju luj, faleminderit. Ftoj sekretarin e Partisë Demokratike Dega Mirdit, zotin Aleksandër Lala. Ashtë ndërë dhe përgjithësi të kësa shimi ballë për ballë dhe marrim angazhimin serios që me datën 14 mirditoret i kthen dignitetit, i kthen vlerës, i kthen burnis, i kthen qytetaris. Dhe kjo ndodh me krybashkiakun e ri, zotin Albert Melushi. Ju jemi mirënjohës që në këtë bashkëbisedim elektoral të prej muajsh që kemi zhvilluar së bashku në çdo cep të mirditës, kemi komunikuar dhe kemi marrë mendimet e çdo njerit nga ju. Kemi shfaqur vizionet dhe programin ton. Kemi artikuluar qytetarin dhe vizionin me djalin e ri mirditor, me gjenezën e një shtëpie të fishme, me qytetarin model zotin Albert Melushi. Në emër të shtabit elektoral, të ekipit mbështetës, ju jemi përulës për gjithë mbështetjen tuaj, për gjithë energjit dhe suportin që na keni dhënë, dhe ndjemi krenar dhe të përgjegjshëm që me detyrim dhe obligim do dim t'u shpërblejmë në përulje reale për qytetarët dhe për qytetin dhe mirditën tonë të dashur. Unë garantoj që nëse i edhemi syja asaj bashkie, është vetëm një hije 2-3 ditore, por do t'jetë një odë mirditore, bashkëbisedimi, bashkëkuvendimi dhe një qytetari me vizionet të qarta për mirditën. Garantojmë që me zotin Albert Melushi do të keni qytetarin e parë përulës, qytetarin e parë llogaridhanës, qytetarin e parë bashkëbisedues, dhe jo arrogancën, dhe jo prepotencën, dhe jo modelin e një qeverisje të një grush njerëzive. Prandaj, nëse jemi në finishën e një gare që s'na mbetën vetë se 48 orë,
por 24 orë nga ajo që është ligjore. Ne nuk do ta pushojmë punën tonë, aktivitetin tonë, deri me datën 15, në numërimin e votës së fundit, qoftë për Këshillin, qoftë për Kryerbashkiakun e Arshëm zotin Albert Mylushin. Unë jam i bindur që dhe lideri historik, Doktor Berisha do a kishte lakmit ishte sot në Gëpshesh dhe ta përshëndeste uraganin e Fitores nga Mirdita si modelin e një bashkëqeverisje dhe të një djali tri që do di ta drejtojë Mirditin me kompetencë, me qytetari, me thjeshtësi, me burrni. Prandaj, ju kërkojmë edhe këto 3 ditë të mbetemi në përgjegjësinë e punëve, të mbetemi në përgjegjësinë e votës, të maksimalizojmë votën, të jemi të vigjilentë në gjithçka, që data 15 të na nxjerrë Mirditën jo në entuziazmin e euforisë, por në premtimin dhe për uljen për qytetarët mirditor për ta kthyer Bashkinë e Mirditës në shërbim të mirditorëve. Entuziazmin tuaj dhe sot ju tregoni më së miri që vetëm mbetet orë dhe ditë për ta vendosur sovrani votën për Albert Mylushin. Fitore. Faleminderit.